pyetjet për kryeministrin dhe duhet vi këtu kryeministri. Nuk kemi asnjë përgjigje. Në bazë të nenit të kësaj rregulloreje, kryeministri nuk mund të delegojë dot. Por ju as të nuk e bëni dhe nuk e mblidhni seancën e të mërkurave për të dhënë kryeministri llogari këtu 1 orë përpara deputetëve. Dhe ky nen është vendosur dhe me dakordsinë e faktorëve ndërkombëtar dhe kur nuk e keni respektuar. E kemi sjell kërkesën në parlament, ju lutem, silleni kryeministrin në momentin më të parë të mundshëm. Së dyti, kemi bërë dhe një kërkesë për interpelancë me ministrin e Brendshëm për dhunën që ka ndodhur në Zvërnec dhe në Rjoll. Tani, me që edhe ministri që nga në telefon dhe pas ka shumë të rëndësishme telefonatën, zoti ministër, kryeministri deklaroi dje në median më të njohur ndërkombëtare, CNN, që jemi në një luftë hibride. Shqipëria është në sulm nga armiq që i njohim shumë mirë. Ministri drejton antiterrorin në Shqipëri. Dil jep llogarinë të vend se kush po e sulmon Shqipërinë. Zoti ministër, në 1990 kur rinia e Shqipërisë mbushi rrugët e Tiranës, e ka mbush Tiranën me parulla Enver Hitler. Nuk guxoi Ramiz Alia t'i cilësoj shqiptarët nazist. Dhe këtë e bëri Edi Rama, zoti ministër. Dhe dje, policia juaj, në mënyrë të palajmëruar, bllokoi bulevardin. Pse e bllokoi bulevardin? Pse i sulmoi protestuesit me ujë dhe me piper? Dhe nuk e mbajti dot atë gardh. Nuk e mbajti dot. Zoti ministër, hoqët licencat e disa kompanive në Zvërnec, preket policinë e Vlorës, po në Rjoll nuk e pat dhunën e policisë private ju? Nuk e pat se si policia ka marrë zvarr nëna me fëmijë dhe grashta të zana, edhe kundër vendimeve të gjykatave? Prandaj, zoti ministër, lejeni këto dopjo standarde, nëse ke guxim, jep dorëheqjen për provokimin që u bëre dje rinisë shqiptare, që s'ka pas guxim ta bëj as diktatori i fundit. I quajtet nazist, i keni quajtur grek, serb, për turpin tuaj dhe ky do të jetë fundi juaj. Jep dorëheqjen aty.